Dikur e pa zëvendësueshme në çdo vakt. Pse buka po zhduket nga tryeza? Në fillim të viteve 1960, çdo spanjoll konsumonte 134 kg bukë në vit. Sot kjo sasi ka rënë në 28 kg në vit, një rënje prej 80%. Të rinjt e kanë zëvendësuar këtë ushqim tradicional me burime të tjera karbohidratesh si pica dhe pasta dhe e lidhin bukën drejt për drejt me mbi peshën dhe intolerancat ushqimore. Blerja e bukës së përditshme, dikur një ritual, është bërë gjithmonë dhe më rrallë. Një nga faktorët më ndikues në këtë rënje është perceptimi i gabuar mbi vetitë ushqimore të bukës. Ky besim është bërë kaq i përhapur sa 29.2% e spanjollëve ndjekin një dietë pa bukë, ndërsa 24% e konsiderojnë të nevojshme për një dietë të balancuar. Ekziston një segment në rritje i konsumatorëve që zgjedhin bukën cilësore integrale. Sfida qëndron në rikthimin e kulturës së bukës së mirë në një shoqëri që ka ndryshuar rrënjësisht marrëdhënien e saj me ushqimin tradicional. Rënja e konsumit të bukës në Spanjë është reflektim i një transformimi të thellë shoqëror. Ndryshime në modelin e të ushqyerit, mite ushqimore të qëndrueshme, stile të reja jetese dhe humbje e kulturës tradicionale gastronomike në kontekstin e modernizimit. Buka jo vetëm po zhduket nga tryezat tona, me të zhduket edhe një mënyrë e të kuptuarit ushqimit dhe bashkëtesës që ka përcaktuar Spanjën për shekuj me radhë.